Është realizuar për herë të parë fluturimi Shqipëri-Kanada përmes një linje direkte ajrore mes dy vendeve. Në ceremoninë inauguruese të fluturimit, kryeministri Edi Rama u shpreh se kjo urlidhëse do të ofrojë më shumë komunitetin shqiptar, turistët apo bizneset përtej Atlantikut, ndërsa theksoi se vendi është gjithashtu drejt finalizimit të një marrëveshje tjetër për linjën direkte ajrore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për herë të parë Shqipëria bëhet pjesë e hartës së fluturimeve transoceanike, gjë që deri dje do të ishte krejtësisht një fantazi e shfrenuar, ndërsa sot është një realitet, pikërisht uljes në Tiranë, në aeroportin e rinasit të avionit të parë nga Kanadaja, përkatësisht nga Toronto, i cili, siç e tha edhe përfaqësuesi i kompanisë, ishte plot. Objektivi strategjik është që së shpejti të kemi edhe linjën tjetër direkte, atë me Shtetet e Bashkuara. Edhe në raport me këtë objektiv është bërë një përparim i konsiderueshëm, edhe mund të them që jemi shumë më afër finalizimit. Nga ana tjetër, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi tha se kjo ishte një mundësi që Shqipëria nuk mund ta humbiste dot, ndaj nisi puna për lidhjen e një marrëveshje që në momentin që Air Transat shfaqi interes për të operuar në vendin tonë. Vetëm pak muaj më parë, kur u shfaq interesi i Air Transat për të operuar fluturime direkte në Shqipëri, ne kuptuam menjëherë rëndësinë strategjike të kësaj mundësie. Për këtë arsye, institucionet tona u angazhuan me prioritet për të negociuar dhe finalizuar marrëveshjen për kacet e transportit ajror mes dy shteteve. Sipas Ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit, lidhja direkte me tregjet ndërkombëtare do hapet më shumë vendin për turistët. Është një moment historik jo vetëm për aviacionin civil, por edhe për turizmin shqiptar, mbar shqiptar. Ulja e avionit parë me fluturim direkt nga Kanadaja në Tiranë është hapja e një ure të re lidhëse mes Shqipërisë dhe Amerikës Veriut. Kjo është linja e parë ndërkontinentale që lidh vendin tonë drejt për drejt me një treg kaq të rëndësishëm dhe përfaqëson një hap të madh në strategjinë tonë për ta bërë Shqipërinë gjithnjë e më të aksesueshme. Konektiviteti është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të turizmit dhe një faktor vendimtar për rritjen ekonomike. Sa më shumë lidhje direkte të krijojmë me tregje ndërkombëtare, aq më shumë mundësi hapin për turistët, bizneset dhe investimet. Linja direkte ajrore Shqipëri-Kanada do të hapë një derë të re jo vetëm për vendin tonë, por edhe për Ballkanin, sidomos për Kosovën.